Njëherë profeti sallallahu alaihi wasallam po qëndronte në xhamin e tij. Dhe i tha të pranishmeve, shokëve, sahabëve, shikoni, tha, se tek dera e xhamis do të futet një xhenetli. Profeti sallallahu alaihi wasallam po fliste për një njeri të gjallë që ecte mbi tokë, që e ka vendin në xhenet. Dhe kjo, në fakt, i nxiste sahabët që të kërkonin sekretin e këtij njeriu që ka xhenetli që në këtë tokë, me përgëzimin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë vëmendjen tek dera dhe pa një burr i cili sapo kishte marrë abdes, i rrithte ujë prej krahave dhe gishtave të tij, prej mjekrës së tij, kputucët i kishte në dorën e tij të majt, dhe e pan me kurreshtë e sahabët, ai vazhdoi faljen e tij, u largua. Ditën e dytë përsëri profeti sallallahu alaihi wasallam, do të futet nga dera e xhamis një xhenetli. Të gjithë përsëri vëmendjen, i njëjti burr, e njëjta situatë. Ditën e tretë përsëri profeti sallallahu alaihi wasallam, do të futet nga dera një xhenetli. Dhe njëri prej sahabëve prezent, Abdullah bin Amr, çfarë bëri? Shkoi në kërkim të këtij sekreti. Shkoi dhe ndoqi sahabiun e nderuar deri tek shtëpia e tij. Dhe i tha: "Jam zënë me babain tim. A do mundesh të më mbash mysafir për disa net?" "Patjetër," i tha sahabiu i nderuar. "Mund të vish mysafir në shtëpinë time." Abdullah bin Amri, qëllimi i tij për të shkuar mysafir ishte të shikonte ç'bënte ky sahabi i nderuar. Si e kalonte ky natën, si adhuronte ky Zotin. Dhe thot, erdhi koha e namazit natës, prit se po zgjohet, jo. Në të afruar të sabahut, u zgjua, dhe nuk tha gjë tjetër vetëm se disa fjalë falëndëruese, elhamdulillah, edhe disa fjalë madhëruese, Allahu Ekber. Pra u bë gati për sabah në këtë lloj formë. Edhe natën e dytë e njëjta situatë, edhe natën e tretë e njëjta situatë. Dhe Abdullah ibn Amri kur pa këtë dhe e krahasoi me vetën e vet që natën e kalonte më shumë ndryshe se sa ky sahabi i nderuar, i bëri përshtypje dhe i tha: "Dëgjoj," i tha, "unë nuk jam zënë me babain. Unë kam ardhur këtu sepse profeti sallallahu alaihi wasallam për ty ka thënë se je xhenetli. Dhe unë isha në kërkim të një pune se çfarë bën ti, por nuk pash diçka ndryshe nga çka bëjnë të gjithë sahabët e profetit alayhis salam. Vallahi billah," i tha, "çfarë ke parë, shife shkruaj, unë këtë bëj." Në të larguar Abdullah bin Amri e thiri: "Ndalo pak," tha. "Në fakt, unë bëj dhe diçka tjetër. Ndoshta është kjo." "Çfarë bën?" tha. "Unë, ku shkoj në mbrëmje dhe e vendos kokën time te krevati për të fjetur gjumë, ja bëj halal të gjithë muslimanëve. Dhe nuk ushqej në zemrën time urrejtje për muslimanin dhe nuk ushqej në zemrën time zili për muslimanin që unë të kem zili pse dikush ka diçka më shumë se unë. Sepse atia ka dhënë Allahu dhe unë jam i nënshtruar kaderit Zotit." Vallahi bilaj, tha Amri, kjo është ajo që ty të ka lartësuar tek Allahu i lartësuar, sepse gjë tjetër nuk mund të ketë përveç kësaj. Dhe cili është sekreti i këtij sahabiu të nderuar me këto fjalë? Ai kishte gjetur paqen me veten e tij. Ai donte të jetonte në paqe, në qetësi, pa brenga, pa mendime. Pse ma bëri, pse ma tha, ç'pat me mu, ç'pat me atë. Cili ishte qëllimi i kësaj fjale, cili ishte qëllimi i asaj fjale. Ai gjente qetësinë me veten e tij, i falte njerëzit. Dhe kur njeriu i fal njerëzit, është shumë i lumtur.
Kur njeriu nuk ushqen urrëtie për njerëzit, është shumë i lumtur. Dhe ai kishte arrit ta pastronte veten e tij në këtë formë. E kishte pastruar zemrën e tij, dhe Allahu i lartësuar e kishte rrit shumë lart në gradë.